Ky është një virtyt i madh i të krishterëve të luten për të vdekurit. Në manastirin e Optinës jetonte një murgesh që ishte gati 90 vjeçe. Quhej Varsanufja dhe ende me një shkop në dorë nga një manastir në tjetrin. E gjithë pasuria e saj ishte 2 torba që mbante me vete. Në një torbë ajo kishte disa copa buke të thara, ndërsa në tjetrën ishin letra përkujtimoreje, letra me emrat e të fjeturve, pra me emrat e të vdekurve. Shumica të cilave ishin të vjetra dhe pak të grisura. Pelegrinja vinte në Optinë zakonisht në mbrëmje dhe trokiste në dritare me shkopin e saj. Më lini të kaloj natën këtu, thoshte. Disa e lini dhe disa jo, duke ditur zakonin e murgeshës që nuk flinte natën, që lutej në gjunjë gjithë natën. Në mesnatë, ajo zgjonte ata që flinin. Pse po fle gjumashe? Kujtoj gjyshin e fundit dhe çohu të lutesh. Këtu duhet të theksojmë se ajo këmbgulte shumë derisa të ngriheshin, prandaj shumë herë agimi e gjente në stall ose në ndonjë magazin bashkë me sendet e saj të shmueshme. Ajo vlerësonte shumë torbat e saj, përkundrazi, rrobat e ngrohta që i jepnin i dhuronte ose i linte. Murgesha Varsanufja ishte e virgjër dhe kishte qenë murgesh që kur ishte shumë e re. Askush nuk e dinte pse endej. Më përpara ajo vinte rrallë në Optinë dhe vetëm në pleqëri të thellë u vendos atje. Vitet kishin filluar të rëndonin dhe endjet sa ndej këndej ishin paksuar, ndërsa në shërbesa rrinte në një ndenjse. Në fakt, ajo nuk ule vetëm në shërbesa, por vinte në kishë nga ora 5 e mëngjesit, nxirrte letrat e saj nga torba e vogël dhe gjithë ditën rrinte atje duke u lutur dhe duke kujtuar emrat. Ajo nuk shkonte në sallën e ngrënies në manastir për të ngrënë, pasi nuk ishte interesuar për ushqimin. Nëse do t'i jepni diçka, ajo bënte sikur e përtypte, nëse jo, nxirrte një copë të thatë nga torba e saj, e kafshonte pak dhe pjesën tjetër e ruante me shumë kujdes. Para se të vdiste, ajo kërkoi atyre që erdhën për ta parë që dikush ta merrte torbën me emrat, me qëllim që edhe pas vdekjes së saj të vazhdoi kujtimi i emrave. Ky është një virtyt i madh i të krishterëve, të kujtojnë të vdekurit, thoshte me përulësi dhe shikonte me shpresë në sytë e cilit veç e veç. Por të gjithë e shihnin vështrimin diku tjetër dhe askush nuk merrte torbat me emrat e të fjeturve që peshonin të paktën 10 deri në 15 kilogram. Thonë se murgesh Varsanufja i dinte përmendësh të gjithë emrat dhe kishte një kujtesë shumë të mirë. Ja se kuptova këtë gjë. Pas vdekjes së nënësime, shpërndava fruta dhe ëmbëlsira në kishë për shpirtin e saj. Kur pash murgesh Varsanufja në një cep duke u lutur, tashmë i kisha shpërndar të gjitha, por gjitha 2 domate të vogla në çantën time dhe adhash dhe i thash të lutet për shpirtin e shëbëtores së fjetur të Zotit, Anastasia. Pas 5 vjetësh, ndërsa isha jashtë kishës, më thirrë dhe më tha: "Unë e kujtoj gjithmonë anën tënde, Anastasia." Më kujtohet një histori tjetër që lidhe me varrezën me fjetoren e qytetit të Kozelskut. Gjatë viteve të persekutimit, kur u mbyllën manastiret, këtu varrosën murgjit e Optinës dhe murgeshat e Samodinos, por askush nuk a dinte emrat. Nuk ruheshin të dhëna, ndërsa mbi shkrimet me varre, me kalimin e kohës u zbehen. Iromonakët e Optinës shpesh bënin përkujtimore duke përkujtuar të fjeturit në këtë mënyrë: "O Zot, ti i di emrat e tyre." Një ditë vjeshte, ata erdhën në varrezë në fjetore pra për përkujtimore. Gjethet e verdha të arta vjeshtore të pemës së Rrapit kishin mbuluar varret dhe rrugistat e ngushta me një grumbull të tërë. Papritur, murgesh Varsanufja doli nga grumbulli i gëzuar. "Motër Varsanufja, çfarë bën atje?" e pyetën të gjithë të habitur. "E kalon natën në varreza?" "Të vdekurit më duan," ju përgjigj murgesha dhe në të njëjtën kohë i udhëzoi vëllezërit në varreza, duke thënë se kush ishte personi dhe vendin ku ishte varrosur. Kështu që murgjit e Optinës vinin shpesh në varreza për të bërë mbishkrimet në varre në drejtimin e murgeshës. Në të njëjtën kohë, atyre u tregoi për guximet dhe trimërinë e pohuesve që vojtën për Krishtin gjatë viteve të persekutimeve. Ajo i kujtonte të gjithë, i njihte, i donte dhe natën lutej për ta. Rrallë herë e shite dikush duke fjetur. "Motër Varsanufja," e pyesnim, "si i reziston pa gjumë?" "Më ndihmoj të vdekurit," përgjigja ajo me gëzim. Tani në përkujtimoret në Optinë përkujtimojnë murgeshën Varsanufja. Murgesha i donte të gjithë,
por të fjeturit i donte më shumë se të gjallët. Ata i dukeshin më interesant, sepse atje çdo gjë është e vërtetë. Në tokë, shpirti ndjeti shtrydhur në kotësi dhe ne jemi të shtypur nga shqetësimet dhe përkujdeset për gjërat e prishshme dhe kalimtare. Prandaj, mbasi gjatë gjithë jetës së saj, ajo ende larg shqetësimeve për gjërat e prishme, duke harruar nevojat e jetës, ashtu si një i rritur harron lodrat e tij fëmijërore. Besimi i Murgeshës Varsanufja ishte i thjeshtë. Ne kërkojmë në përkujtimore, na shpjegonte ajo që edhe të fjeturit të lutej për ne te Zoti, dhe këto nuk janë fjalë boshe, por realitet. Ata luten për ne, na kujtojnë dhe na duan. Të gjitha gjërat tokësore do të prishen, e vetmja gjë që do të mbetet është dashuria.